Ky është kos i zënë në shtëpi nga qumshti i lopës që unë marrë të ferma dhe sinqerisht nuk ka si kosi që zihet në shtëpi. Unë kam ngelur edhe pak këtu. Shive si është. Pelte. Tani një mendje më thot ta ha kështu për ditë nga pak, ose ta bëjmë një super gjizë të mirë, se unë gjizën e kam shumë qef. Po që ja që ato të marrësh qumësht bio, sinqerisht ja vlen. Për më tepër që ti i merr dhe lëndën e parë, i merr të gjithë ato i mbyrën ajkën, që po ta lësh 24 orë qumshin mbasi të ketë ardhur në vlim, ajo delbë, po thuaj se për 5 litra qumësht unë nxjerr pa frikë fare 400 gram ajk, të cilën më pas unë e bëj gjalp. Sinqerisht kjo është një pyri, si thot francezi. Gjithë të mirat, ja kaloni bukur.